Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt. Nuk e di nëse jam kuadrat apo jo, se më del pak koka sipër. Gjithsesi, mirëmbrëma pra, faleminderit që jeni me ne sot. Siç e keni ndjekur dhe nëpërmjet transmetimeve në rrjetet sociale, ju kujtoj që ditën e sotme kam një panel shumë interesant për hir të vërtetës, por hyrjen e emisionit do doja ta bëja disi më ndryshe përpara se të prezantoj dhe të ftuarit. Ju, siç e dini, ky është një emision i një-anshëm, jo emision i pa-anshëm, pra unë zakonisht ftoj këtu njerëz që kanë dhe thonë mendimet e veta, jo politikisht korrekt, njerëz që na kanë ardhur për të vjellë deri tani, ose këto ushtarët e partive, siç thuhen rëndom. Besoj unë përzgjedhja ime ka qenë interesante, pastaj do jeni ju ata që do vendosni se keni pultin në dorë dhe mund ta ndroni kanalin. Gjithsesi, unë do doja t'i kërkoja një falje publike profesor doktor Lush Susajt, të cilit nuk i kam qenë promovim në librit, por ditën e sotme, jo për t'i bërë qokën siç thot populli, unë kam librin këtu, ai në fakt ma ka dhuru, do ishte nderin tim ta bleja librin, por ai e solli sot, por kjo është edhe një ndjesë publike. Unë do doja që t'ju bëja thirrje të gjithë juve njerëz që keni pëlqime për profesor doktor Lush Susajn, por jo vetëm, ditën e sotme ju do ta ndiqni edhe në emisionin tim, por ai është i famshëm përpara se më ardhte emisioni im, që ta blini të libër, kushton 10.000 lekë vjetra. Besojnë është një çmim normal për një libër shumë interesant. Do thoni ju ku e din, po ma ka shpjegu miku im Shpend Gashi, i cili ka qenë faktikisht në promovimin e librit të tij. Profesor doktor Lush Susaj e titullon librin e tij Pasojat të pordhunimit komunist në Shqipëri, i cili përmban 40 analiza të viteve 2024-2025 mbi ngjarjet dhe problemet tona të përditshme, të cilat ndikojnë në jetën tonë dhe punën e gjithë secilit prej nesh. Ky është libri im i 40, thot profesor Susaj, të cilin po e publikoj në vitin tim të 40 të punës. Kujdes, si profesionist i teknologjive bujësore në terren, si publicist në gazetat e përditshme, si dhe mësimdhënës, ku ne e njohim më së shumti pra në Universitetin Bujësor të Tiranës. Titullin e këtij libri e mora nga historia e trisht e 10 mijëra grave, vajzave, djemve dhe burrave të Shqipërisë, të cilët janë dhunuar, burgosur, internuar, masakruar e vrarë nga politika dhe strukturat administrative të shtetit komunist. Dhunimet, përdhunimet dhe vrasjet e para viteve 1990 e më pas janë realizuar duke përdorur shqiptarët me intelektin, moralin dhe sjelljen më të ulët. Për këtë kategori të ulët, dhunuesish e përdhunuesish. Kujdes, Adzef Plumi ka shkruar: mira i popull që nuk arrin për me bazë zap pjellën e vet të keqe të rrugaçit. Kjo kategori e shoqërisë tonë duket që kur nuk është ndëshkuar dhe as nuk është bërë zap në mënyrën ligjore demokratike. Kjo është ajo fatkeqësia që na ka ndjekur e po na ndjek prej më shumë se 100 vitesh. Dihet se kjo kategori dhunuesish dhe përbindshësh akoma nuk është gjykuar dhe nuk është dënuar për dëmet ekonomike, as për vetjetët e marra, e as për dhunën e përdhunimet e kryera ndër vite. Këta dhunues dhe përdhunues irritues dhe ndotës pa kufi ishin dhe janë shembulli më i keq shoqëror dhe politik. Kjo për shkak se çdo ditë të punës së tyre në administratën shtetërore politike të Shqipërisë, vetëm sa e demonstrojnë dhe më shumë ligësi në ato mënyrën se si me anë të postit shtetëror e politik mund të vrasësh, mund të vjedhësh, mund të dhunësh, mund të përdhunosh e mund të mos japësh llogari kur dhe për asgjë. Ky shembull shkatrimtar për shoqërinë, shtetin, politikën shqiptare duket që është transmetuar dhe po transmetohet në mënyrën më të shëmtuar nga brezi në brez. Akoma më keq duket se po kalon nga baballarët tek fëmijët, të cilët janë bërë edhe më të egër, edhe më të paturshëm, edhe më dëmbërës se sa etrit e tyre komunist. Si autori 40 librave, po e shijoj kënaqësinë e lexuesve të mi, të cilët po shtohen edhe më shumë për faktin se disa nga librat e mi tashmë janë përkthyer, kujdes, edhe në 7 gjuhë të botës, thot Susaj, pra gjuhët më dha të Europës, si në anglisht, italisht, portugalisht, frëngjisht, spanjisht, gjermanisht dhe rusisht. Ky libër le të shërbejë për të kuptuar më mirë shkakun real të prapambetjes dhe të ringjalljes së sistemit monist, të frikës, përçarjes, konfliktualitetit, varfërisë dhe sjelljeve të tjera regresive, dehumanizuese, tipike për diktaturat e propagandës dhe dhunës së institucionalizuar. E mbyll hyrjen e tij të librit Pasojat të përdhunimit komunist të Shqipërisë, profesor doktor Lush Susaj, të cilit ju uroj mirëseardhjen. Mirëmbrëma profesor, faleminderit që jeni me mua sonte. Falenderoj shumë. Po ju falenderoj për gjithçka që thatë edhe për aksimin që ne jemi. E meritoni edhe unë ju falenderoj që jemi ne bashkë në studio. Kam po ashtu zotin Erald Aga, i cili është avokat kandidat për avokat të popullit.
Njëherë do doja ta falenderoja publikisht për qëndresën që ai ka bërë si avokat edhe për çështjet zgjedhore, ka qenë një verë nxehtë realisht dhe ka qenë një nga ata njerëz qëndrestar që i ka shkuar votës lirë deri në fund. Mirëmbrëma zoti Aga. Mirëmbrëma, faleminderit Aulon. Faleminderit, po ashtu kam aktivistin zotin Sevin Serjani, i cili është shumë i vëmendshëm ndaj zhvillimeve politike, por jo vetëm, kujdes ai ka një afiliacion për drejtësinë edhe ka punuar pra me çështjet avokatisë. Mirëmbrëma Sevin, faleminderit që me mua. Mirëmbrëma Aulon. Të fundit, por jo për nga rëndësia, një konservator, një njeri i cili është themeluesi i Partisë Ballit Kombëtar Demokrat, një herësh edhe kryetari i kësaj partie, unë e quaj gjithmonë si pasardhës Imitat Frashit, i cili është dhe ideologu i Partisë Ballit Kombëtar Demokrat. Mirëmbrëma zoti Roshi, faleminderit që je me ne. Faleminderit ftesë. Me lejen tuaj do doja ta nisja faktikisht me profesor Lush Susa në këtë emision. Profesor, për librin sigurisht që i tham dy fjalë dhe natyrisht do jetë nderin e lexuesit për ta blerë këtë libër, por unë do doja ta nisja pak me ty në një temë më generaliste. Ju vini sigurisht nga mësimdhënia dhe ky emision e ka tralla faktikisht pedagog, nivelit tuaj gjithmonë, se pedagog kemi shumë për hir të vërtetës, por do doja të pyesja, ne kemi filluar edhe vitin akademik tani para jave. Si e shikoni ju nivelin? Tema është kraj tjetër, po kjo pyetje takon ty, pastaj un kam temë tjetër me të ftuarit. Pra do doja ta nisja ndryshe këtë emision. Po. Nëse i shkoj për drejtimi propagandës që bëhet në lidhje me projektet e reformimet e tjera, do bëja një gabim shumë të madh, një padrejtësi ndaj çdo shqiptari. Nëse i shkoj si mas për kufizimit themeluesve të shtetit shqiptar, Ismail Qemali dhe Luish Gurakuqi, që ka qenë ministri i parë i arsimit shqiptar, dhe sakrificave mbi njerëzore e mbi kombëtare që ka bërë kombi shqiptar për shkollën shqipe, të them të drejtën, e filluam vitin akademik, por si sistemi i arsimit, se universitetet vinë që nga klasa e parë e deri në 12, ai produkt që del nga shkollat e mesme vjen atje. Dhe të them drejtën, unë nuk e kam pa kur sistemin arsimor në ditë më të keqe. Do me thonë, ama nuk është problemi se heshtim, po themi është shumë mirë, po fillojmë me flasim fjalë bukura, se ne edhe bëjmë edhe këtë dim me bë mirë. Por problemi është se në një farë mënyrë sistemi arsimor ka pësua goditje shumë tramë, për arsye se e shoh për herë, ne i kemi pas klasat bosh, tani kemi klasat plot, tani kemi klasat bosh. Po të shohësh edhe evidencat që dalën për ditë, thonë 31.000 maturantë ikin jashtë. Po ata maturantë që ikin jashtë janë më të mirë të do vinë atje ke ne. Pastaj kemi nga 174.000 studentë që ka pas në 2013, kemi sot më pak se 120.000, janë rreth 56.000 studentë më pak. Dhe më thonë, është një kontingent që ka bën jetën shoqërore, politike, universitare, shtetërore, shumë më të varfër nga sa ka qenë. Pastaj kemi gjendjen nuk kemi kushte, nuk kemi askund kampuse universitare. Ka ra jeta studentore. Unë atë ditë lodha me promovë librin në bibliotekë kombëtare, në bibliotekë në universitet bujësor. Po me beso aty, më kapi një malë në gjimë, se aty më lidhëshim çdo javë, së më shkuja pozitë, qysh 1982, një gjë një pozitë e njeri tjetët, reportajët e njeri tjetët. Pa logaritur, pastaj, trajtimi financari, pedagogëve i mësuesve, se unë e marrë të lidhur me mësuesin. Ne fillojmë nga marrim produktin e mësuesve. Edhe nuk flasë për veti. Unë për veti jam profesionist në një fush, kudo që të shkoj në botë, nevojën e punës time. Unë nuk merrem me politika, as me raketa, as me aviona. Unë merrem me tokën, me bujësin, me shartimet, me plugimet, me krasitjet, me tapetet e gjelbra. Merrem me i punë që cila sa tjeteta do ketë punë. Unë e shoh veten sepse në për sistemet universitare nuk po prodhohen më specialista, sepse rekrutimi i profesoriatit nuk po bëhet më mbi baza meritokratike, por po bëhet mbi baza politike. Dhe pas vit 2018, unë i kam pas sistemin universitar të Republikës Shqipërisë shumë të politizuar. Shtrirjen e mashave të partisë që kanë uzurpuar gjithçka dhe po guxove me kritikua, po guxove me ngrit një problem, po guxove me protestuar, po guxove me me thonë morovo mos një bre se e keni gabim, se do të uproni edhe karrierën tuaj, do me thonë të kundër vjen me gjitha forma. Pra, sistemin arsimor dhe luti Zotin që situata në arsim të ndryshoj për arsye se
kjo na prek gjithve, jo më ka të Ismail Qemali, thoshte, është çështja themelore kombëtare, dhe jo më ka i drejtoi Luigi Gurakushi, thoshte Luigi, ti thjeshtojmë fjalët në shkencë e në teknologji që ti kuptojnë populli, e jo flasin gjëra që si kupton populli. Prandaj edhe jo më kot unë nisa pikërisht nga arsimi dhe nga antipropaganda, sepse ky emision është antipropagandë. Pra kemi pa çka ka thënë qeveria para jave, tani ja ku jemi me profesor Lurë Susaj që na tregon vërtetën se çfarë ndodh në universitet. Pyetja për ty është komplet tjetër. Ne para një jave opinioni publik në Shqipëri u trondit nga i vrasja e një gjyqtari në sallën e gjyqit. Ndërkohë ditën e djeshme kemi pas raportimet kreut të SPAK-ut në parlament ku disa deputet thanë si ka mundësi që je kaq i mrekullueshëm etj. Deputet ke parasysh ti variantin e tyre. Ndërkohë nga ana tjetër ti je kandidat për avokatën e popullit, ky pozicion i avokatit popullit më atë peng tani mora vesh që parlamenti kishte rinis edhe një herë nga fillimi procedurat për zgjedhjen e avokatit popullit. Pra kemi avokat populli që ka tejkalu mandatin e vet dhe është jashtë çdo lloj ligje, situate etj. Ku lidhen të treja çështjet me njëra tjetrën, se të hapa 3 çështje. Por te sistemi drejtësisë faktikisht. Se të treja lidhen me njëra tjetrën te ky moment. Pra vritet gjyqtari, s'kemi avokat populli, se s'kemi apo jo. Një njeri që i ka marrë mandatin nuk është avokat populli. Nga ana tjetër kemi këtë të SPAK-ut i cili thotë që kemi pa çështje zgjedhore etj. Ndërkohë ne e dim shumë mirë se çfarë ndodhi me zgjedhjet. Dhe prandaj pyetja tjetër do jetë për zotin Roshin pas teje. Unë e lidh pra të 3 pikat në një, arrogancë e pushtetit. Pra kjo klasë sa ka ardhur, klasë politike, kjo qeveri gjatë gjithë kohës ka tendencën që të shkeli ligje, mos pyesi për ligjet, për kushtetutën dhe për rregullat që mbajnë një parlament apo mbajnë institucione shtetërore. Sa i përket, e marrë e pika e parë dhe pastaj te avokatit popullit. Vrasjes të gjyqtarit. Paka shumë është një vrasje paralajmëruar dhe gjithë po merren me hajta dënojnë personin, patjetër vrasja duhet dënuar, se është një person që kryen vrasje, ka kryer vrasje dhe është dënueshme dhe duhet dënohet, por askush nuk po merret me atë që duhet marrin mësime, që do të thotë të merren me shkakun, pse ka ndodhur. Pra pse dështoi gjithë sistemi dhe pse ka këtë mlef gjithë populli dhe kur ka filluar ky mlef. Unë si avokat kam vite që jam në sistemin e drejtësisë, në gjyqësor, dhe shikoj që ka një tendencë që pas reformës drejtësisë, sidomos viti 2016-2017 dhe pastaj viti 2021, ka një mlef të shtuar të popullit ndaj proceseve gjyqësore, ndaj gjyqtarëve. Sepse e gjithë skema e përgatitur për reformën e drejtësisë është kapje e pushtetit gjyqësor që qytetarët të srollaten në përgjigje, që mos të gjejnë drejtësinë pranë gjykatave dhe t'i bëhet jeta fair. Ndërkohë nxjerr një statistikë, mos gabojmë rrjetet tua sociale. Mund na refero se ishte shumë interesante. Statistika ishte rreth 73% e qytetarëve ishin pro vrasësit. Ndërkohë po t'ishim në Amerikë, që ka një juri, vrasësi sot do ishte i lirë ose me një dënim minimal. Ndërkohë sot ne po i bëjmë jo qytetarët, por qeveria dhe ata që janë në hierarkinë drejtuese bashkë me kryetarin e SPAK-ut, që është pika e dytë që kam edhe në rezervat e mia, po i bëjnë gjyqin këtij, po e dënojnë, po ajo është gjë e dënueshme, sepse ai ka pranuar faj, nuk ke çfarë dënosh, nuk ke çfarë spektakli të bësh. Kur një person e ka pranuar dhe ka dhe kamera që thotë ja unë jam vrasësi. Patjetër. Ne do merremi me shkaku. A është reforma në drejtësi? Çfarë bën KLG-ja, çfarë bën KLP-ja, çfarë bën ILD-ja, çfarë bën shkolla magjistraturës? Sepse ka një statistikë frikshme. Shkolla e magjistraturës që ka pas detyrën kryesore që të plotësojë vendet vakante të lëna nga vetingu, ka ulur ritmin dhe merr nga 10 nga 15 gjyqtarë, ndërkohë në vitet e para merrte nga 30 gjyqtarë apo prokuror. Po ka ulë dhe mesatare, no? Dhe ka ulë dhe mesatare. Është bërë një mesatare e përgjithshme 8, më përpara ka qenë që të kishte mesatare 10 ore. Patjetër. Apo 9.5 në të përgjithshme dhe 10 tek profesionale. Ndërkohë është 8 e përgjithshme. Pra, nëse një real ti ke nxjerrë dhe statistikë tjetër sa i takon çështjeve që duhet të shqyrtojë një gjyqtar. Mund na sjellësh pak më. Atëherë, në statistika është kaq e thjeshtë. Për shembull, në gjykatën e Tiranës, një gjyqtar mesatarisht ka nga 1000 dhe 1200 çështje.
viti ka 365 ditë, nga këto 200 ditë janë, po them, pa shtuna, pa diela dhe ato muaj gushtë, pushimi rreth, po marr 200 ditë efektive. Sigur një gjyqtar të punoj efektivisht 200 ditë. Pra 200 ditë pjesëtim 1200 i bie gati 600 çështje. Si do të gjykoj 600 çështje brenda 8 orashit. Ndërkohë në gjykatën e lartë çfarë ndodh? Në gjykatën e lartë ndodh që brenda një dite, një treshe gjykuese ku dikush bëhet relatori dhe dy janë anëtarë dhe ndrojnë pozicionet, brenda atij 8 orashit atyre kanë gjykojnë, vazhdojnë gjykojnë nga 125 deri në 140 çështje në ditë. Në ditë. Pra, më thuaj pak çfarë drejtësie ka, po të llogarisësh një 8 orash, ku 3 gjyqtar marrin 125 deri në 145 vendime. Sigur të marrësh. Kjo s'është drejtësi. Po nuk është drejtësi. Këto i gjykojmë këto 145. Nuk e di. Nuk e gjykojnë se pra ne jemi në 2016. Po është pamundur të dalte spaku, pastaj ai jeton spaku, kush e jeton? Shkurtimisht. Po, për mblidhen. Atëherë, Altin Dumani, pra kryetari i Spakut, që mbajti edhe një fjalim sikur ishin suksese etj, që Spaku më vërtet pati atë pompozitetin që i dha qeveria edhe ndërkombëtarët, realisht puna, pavarësisht besimit që thot një deputete që ka kryer besim popull, është zero besim, po të pyesësh ata njerëz që më vërtet bën kallëzime penale pranë Spakut, që kanë punë drejt për drejt me të, nuk marrin zgjidhje, janë gjithë mos fillim që do të thotë nuk keni drejt, i largon apo janë ban kallëzimin penal me vite aty kur janë çështje madhore dhe nuk i kthen përgjigje, pra i kanë mbyllur aty çështjet më kryesore kanë mbyllur aty. Kjo është situata në Spak. Avokati i popullit, shkurtimisht, avokati i popullit, sot Komisioni i Ligjeve ka marrë një vendim para 2 ditësh me datë 13 dhe sot e ka bërë publike që ka hap vakancë të re për pozicionin e avokatit të popullit. Ndërkohë aktualisht janë në garë 6 kandidatë që kanë kaluar gjithë etapat dhe pritet për votim. Pra, këta me një trënd klapsit, me që kanë shumicë kartonash, duhet mesh një vendim skualifikimi, duhet ishte duhet mbyll procedura që të vazhdojnë kjo. Ndërkohë këta e bëjnë... To nuk pyesin fare. Kjo është mandati 4. Zoti Roshi, ndoshta keni koment parë për vrasjen e gjyqtarit, do me thënë, në raport me shtetin të pyesur, duke qenë si konservator dhe që përfaqëson një parti djathtë, do me thënë, dhe je për rregulla dhe të forta, ki parasysh që u vraj gjyqtar mrena në sallë gjyqi. Po, shiko, kjo tregon se sa i brisht është sistemi i drejtësisë kene, por nga ana tjetër tregon edhe pafuqinë e tij për dhënë vendime të drejta. Vrasja tregoi hapjen e një valvule të zemërimit të gjithë pronarëve që janë në shumicë, që është mohuar e drejta në këto 30 vite. Në një farë mënyrë vrasi është në llojin e vet është një lloj viktime, që u detyrua për shkak të urrëties që kishte, pra në një farë mënyrë të ai nuk e bëri i detyruar. Në një farë mënyrë nga dhuna që i vinte në mënyrë të tërthort nga shteti duke nxjerrë nga puna e tij për jashtë ose duke mos i dhënë një lloj të drejtë. Nëse kështu që në këtë kontekst mendoj që për 30 vite, 30 sa vite demokraci që kemi, prona nuk ka shkuar tek i Zoti edhe të dy palët nuk janë rehat. As ai që nuk e ka marrë, po dhe ai që e ka marrë në mënyrë të padrejtë, edhe ai besoj që nuk dihet rehat. Dhe kjo përkthehet në mungesën e investimeve nga faktori jashtëm i biznesit në vendin tonë. I ke zero investime të huaj, sepse s'ka garanci. Po shiko, termi mi vendosje prane është një term që absurd. Sipas ka mi vendosje. Një pik ka 3 koordinata, X, Y, Z. Si me çfarë mi vendosat ajo? Si u vendos ka? Nëse do duam të jemi korrekt. Por mi vendosjet janë bërë për të abuzuar me pronat e ishpronare, pra për t'i zhbërë ato. E djatha kam plan për me zgjidhë çështjen e pronës, si e shikon ti? E djatha ka kërkuar një lloj ndjese PD-ja, sepse po t'ishe për mua do ishin dhënë me kohë. Po jo, ma thuj vizionin tënd. Vizioni im ka qenë prona do kishte shkuar tek i Zoti ku ne të gjithë ishim mbas viteve 90 ishim të gjithë të varfër. Po. Disa mendonin se ata mos bëheshin shumë të pasur dhe të tjerët shkonin edhe punonin në trajtën e bujkrobit të pasurit. Në fakt nuk do ndodhte kjo, sepse ne ishim një lloj të varfër. Ata do ta shisin tokën për aq para sa i duheshim për të jetuar për momentin, se vinin nga një varfëri kështu të skajshme.
Kështu që në këtë kontekst Do bëjnë një shpërndarje e drejtë. Po nga që do vinë nga tregu. Po nga tregu, mbi lirinë e tregut dhe mbi vullnetin e. Po si ka mundësi që e djata e ka shkatru këtë çështje deri tani? Kur themi e djata këta që kanë pas çelësat e qeverisë tani, jam kupton. Tash nuk duhet të jemi realistë. Nëse ne do merremi me ministrat dhe i themi shikoj se 7501-shin e bot ju. Se do na thon pastaj ore pse ju nuk u tërhoqet nga 7501-shi. Problemi është pse e votut në parlament pro, se ka dhe i moment zoti Roshi tani, jemi realistë. Se këta deputetë kanë votu ligjin pro në parlament, në rast se nuk e kanë ideu, e kanë votu, nuk ka rëndësi. Ne dim tani, siç e doi sistemi komunist, mas viteve 90. Po. U derivua në dy fuqi politike që ishte PD-ja dhe PS-ja në fakt. Ajo nuk erdhi nga gara e lirë. Nëse do të kishte garë të lirë, do të ishte vota. Nuk i di atje, do dilin ato të dyja, do dilte balli apo legaliteti. Pra, në një farë mënyrë ju dhurua stafeta këtyre dy partive për të ruajtur situacionimin e pushtetit dhe mos prekjen e njerëzve të sistemit vjetër. Dhe kjo është një histori që s'duhet shumë interesante. Jo, sinqerisht. Më ngacmove dhe unë ashtu, por nuk është ngacmova sepse duam ta sqarojmë këtë, por se tani po nodhin brasin gjykatë. Dhe problemi është ky që edhe vota ende nuk është e lirë. E kemi votën e lirë sot, përse kemi ngesur kështu? Nëse pyet mua të mjaftë. Pse kemi ngesur? Vujtan kurriz. Po nuk e kemi votën e lirë. Nëse ne do të kishim votën e lirë, do të ishin zgjidhur disa gjëra, do të ishte edhe prona më e lirë. Pra ti edhe vetë gjithçka bëron nga vota e lirë. Vota dhe prona janë dy shtyllat kryesore të sistemit demokracie, të një demokracie, por edhe të zhvillimit gjithashtu, të një vendi. Liria shikohet si parametër zhvillimi në gjitha vendet e zhvilluara. Nuk shikohet liria thjesht për të folur. Ne flasim për liri biznesi shumë dimensionale, si liri, vërë shumë i gjerë koncepti lirisë. Edhe kur ti aplikon, ose si thua krijon kushtet për të aplikuar në gjitha sektorët e saj, atëherë ajo shikohet si një parametër zhvillimi për një vend caktuar. Si mund të jetë një vend, pse janë vendet e perëndimit më të zhvilluara? Se janë më demokratike, është fare thjesht, për të mos u lodhur publiku. Pse janë vendet e... Po sigurisht, pra, janë më demokratike, janë më të lira. Pra, këtu, po është me lirë prona në mënyrën se si zhvillohet. Pra, pronën e zhvillon ai që e ka. Nuk e zhvillon ai që e ka rrëmbyer atje. Patjetër. Pra, këtu është burimi i gjithë qijave që kanë në Shqipëri edhe te gropat sociale. Absolutisht. Te mungesa e demokracisë. Por, sigurisht mua më qëndron në një farë mënyrë tani në boll opozita ka sido që të jetë, ne nuk duhet të shohim aq më tepër që është kërkuar një lloj falje nga Partia Demokratike që do t'i rishohej, do t'i bëj pronat praj sa kanë mbetur, praj sa mundet. Ka mundësi për të zgjidhur ky problem zoti Roshi shkurtimisht, po se si e shikon? Jo tërësisht, por ka element që mund t'i zgjidhësh, ka element. Ja, ka element. Për në masën e 50% po them unë, mund zgjidhet. Po, sepse ka aksionuar edhe procesi legalizimit ka qenë mbrapsht, në një farë mënyrë, procesi legalizimit ka qenë mbrapsht. Për shembull, legalizimi sipas programit që kemi patur ne dikur, vetë ajo që mos ka dëgjuar njëri, por fjalë ti kam thënë. Prandaj kam këtu me mendimin tënd. Që ajo zgjidhej nëpërmjet tregut të lirë. Për shembull, vërtet ta gëzoj tokën ai që atë truallin e shtëpisë ai që ka zënë. Por vlerësohet, ka vlerësimin e tregut. Sa bën kjo kaq para? Ato para i kreditohen jo nga shteti, po duke influencuar shtetin mbi bankat. Dhe ai kredin që do t'i paguante e merr pronari. Kredinë që paguan ky do ta merrte pronari. Dhe kjo zgjidhej fare thjesht ky ka qenë programi që ke propozuar. Po shumë thjesht, nuk ka. Ja, pas. Do të ishte marrë parasysh. Do ta diskutojmë, po se vim, se më ngacmova pak më herët se the që tash problem edhe një gjë. Po. Ka një problem në Shqipëri. Ne që quhemi parti të vogla, thonë një mendim që mund të jetë edhe një shpikje, po themi ne, nuk merret konsiderat sepse është fuqia që vendos. Po. Kështu që mirë po, në botën e qytetëruar ku ndryshon? Një individ është ai që bën një shpikje. Po ndryshon gjithë botën. Kjo është lufta e ideve. Kush po një individ ishte Steve Jobs, apo jo? Qartë. Po të ishte këtu në Shqipëri do kishte dalë hiç. Dakor. Se ne do të ishim denigruar. Do të them pak më herët që këtu në Shqipëri u mblodhen lek për personin që vrau gjyqtarë. Pse e the këtë moment? Do doja këtë pyetje. Ky ishte një etalon për të kuptuar se çfarë perceptimi ka populli kundrejt një akti, ose një vepre penale siç ishte vrasja, që në asnjë mënyrë nuk përliqet, por
Por, Kjo ka gjithmonë një por. Por kjo shpjegon, domethënë, se si neve e perceptojmë më së miri rezultatet e drejtësisë post 2016-s. Sot ka humbur mundësia për përfitimin e së drejtës. Fakti që ti mesatarisht të duhet 16 vjet të përfitosh të drejtën tënde, në rastin më të mirë. Kush tha që përfiton një? Se bëhet kthesh ka bë 32. Ne unë po marr një mesatar sa është për llogaritur që një proces zgjat 16. Rezulton që ti pas atyre 16 vjetësh jo më që ke thinja, po s'ke më fije flokun kokë, ose s'ke më interes. Ne kemi pas raste në procese gjyqësore, të cilët ishin që po ta shikosh nga ana familjes është pozitive, që kanë ardhur për divorc, edhe kur i ka ardhur data pas 2 vjetësh, kur ka ardhur data e gjykimit, thotë ora kemi mbaruar punën, jemi rikthyer prap. Kjo është pozitive anën pozitive. Pra ligjvënësi e ka parashikuar që këta mund bashkohen. Shumë interesante. Por ama drejtësia është hallka kryesore ku qeveria realisht ka ruajtur pushtetin e saj. Pra ai arbitri i bler, drejtësia si një arbitër i bler, ka bërë të mundur që shteti, edhe pse ka edhe shkopin, edhe karrotën, gjithmonë ka zgjedhur që rrugën që ai të shkojë për të goditur qytetarin, për të goditur kundërshtarin, për të goditur qoftë edhe brenda vetes, të djegë rrugën e palishmërisë. Kemi edhe në rastin e Veliajt që u zgjodh mënyra se si të ishte më e padrejtë e mundshme, ndërkohë që ai kishte gjithë elementet ta bënte një shkarkim, po themi më të zbukur. Pikërisht pra, por ama gjithmonë edhe në çdo rast, ke rastin e Sali Berishës, kishin gjithë procedurën për ta futur në shtëpi, po e bëjnë gjithmonë me një lloj zigzake për të na futen mendime të thella, po sepse është një lloj skeme. Jo, kjo është skema. Domethënë prezantimi i mbi shtetit. Keni fut katërt në kolaps tani, se na keni hap shumë peza të forta, domethënë, po ju falenderoj sinqerisht. Domethënë, thelbi i këtij pushteti është që fuqinë e vet e ka tek mbi ligji. Dhe ky që komandon është mbi ligj pavarësisht se i ka gjithë mekanizmat për proceduar. Për shumë komunizëm, vërtet ka qenë diktaturë, por heste nga ana procedurale. Një element që neve e vuajmë sot në demokraci, po dhe në drejtësi. Neve nuk arrim të ta kuptojmë që demokracia në thelb ose boshtin e saj kryesor ka procedurën. Ne gjithmonë i gjykojmë në perceptime dhe jo duke ndjekur procedurën. Dhe këtu e kam fjalën si për PS-n, me këto argument që unë ngrita, edhe për PD-n, për 2 nenet e shkelura në mënyrë më brutale të mundshme. Pra, neni Basha dhe ato janë gjërat mbrëmshme të partisë. Jo, po janë ato është një opozitë që kërkon që të vinë pushtet. Do shkojmë në hapësirë publicitare, kthehemi për pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthyer për pjesën e dytë të emisionit. Jemi pranë studio, siç u përmenda pak më herët, me zotin Artur Roshi, Sevin Serjani, Real Daga dhe profesor doktor Lush Susaj. Me këtë do ta nisja pjesën e dytë të emisionit. Profesor, u bën disa parashtrime këtu, u fol edhe për gjyqtarin, u fol edhe për drejtësinë, për pronën mbi të gjitha. Po thoya pak më herët që sistemi i kaluar i ka grabit shqiptarëve sa hektar tokë? Shikoj si është problemi. I herë për atë vrasjen, se nuk thash ngushëllime, edhe më vjen keq për 2 familje, që janë familje të njohura në Shkodër, s'kan pas kurrë asgjë të keqe me njëri tjetrin. Njëri sipas gjuhës edhe tradisë popullore quhet Gjelxhi, tjetri Taksiratli. Ai Taksiratlia ka më tranë së Gjelxhia, lut Zotin që të kenë forcë dhe kurajo e të komunikojnë me njëri tjetrin dhe të ndalet me kaq e mos shkojnë më tutje, sepse tana fajt i ka shkaktuar degenerimi i shtetit në korrupsion, nepotizëm, konfliktualitet dhe demontim. Struktura e drejtësisë është e demontuar, është e shkatëruar, mos qoftë Zoti në det drejtësisë që kemi çdo ditë nevojë për ta. Spital drejtësi kemi nevojë, këto dyja i shkatëruan edhe hajt tash. Në sa për çështjen e pronës, është gjëja sot e kanë ngatruar keq dhe po vazhdojnë duke e lënë në dorë të ignorantëve, e të egoistëve dhe të pangopurve dhe të njerëzve të rritur pa tradit, po asgjë shqiptare, por në familje përdhunuesish dhe grabitësish, pushtuesish, këta
këta po qojnë edhe ma keq që është një pronën. Sepse, unë e di mirë, kam 20 vjetë që merë me pronën, me tokën, se problemi fillon këtë toka vla. Pasaj mbi tokën, këtë themelin, është i vetë mja gjatë që quhet mjeti themelori prodhimit toka. Ta shiko. Shteti shqiptar, qoftë komunista, bolshevika, ballista, zogista, ta quajmë si do në shteti jonë, kemi vujt për atë shtet, lumë si shqiptar që e kanë shtetin, mira i shqiptar e mos bëft hajrë kurra i shqiptar që nuk e do shtetin e vetë. Ky shtet tani, qoftë komunist, e ka fillue kolkozet, kooperativat normale bujqësore, duke u shtetëzua familjeve në Shqipëri 250.000 hektar tokë. Shtetin 1990, në rast se duhem me zgjidh mirë, në rast se duhem me vazhdo me zgjidh me vjedh prape, me lanë popull nga të rrot, e me shpopullu këtë vend, me lanë bosh, atë në tjetër, po unë flasë me gjuhën e një lishmërie që për 6 muaj mund të rregullojnë mjafton vetëm vullneti politik. More për 6 muaj, s'ka nevojë më. A i lishë 7.500 se këta faturojnë edhe djadhve. Jo më zëtërim, unë e kam tokën 1984, e kam tokën e shpinë dhe shtetit shqiptarë së më ka dhënë asë një qinarkë. Ma besoni kam zotin dëshmitar, asë një metër katror, jemi 5 vëllezë në Republikën e Shqipërisë se kena, dhe kem pas tokë e shpi dhe shtetit shqiptarë merë miliona lek për hidrocentralit komunit që janë shëndërtu mbi shpinë time, dhe janë muret e shpisë akoma 10 centim me gërmu dalën aty. Mirë po tashi, mjafton vullneti politik dhe mjafton vendosmëria. Si? Pra, thash, janë të shtetëzuar shqiptarve 250.000 hektar tokë. Po? Tani 1990, tana letrat janë gati aty. Shqipëria nga tharja kneta e këto ka pasur në total plot mbi 700.000 hektar tokë. Pra, shteti kishte tokë, se cilin pronosh, Shqipëria nuk është India, as Kina, as Japonia, as në i vend tjetër në popullësit madhe, po është kash popullësi sa më thirë, hajde ti zëtë një kërkën tokën, po ti ke pas 10.036 metër katror, sa ka pas baba im, unë nuk do t'jap pse shtuetin 500 familjar, por do t'jap tokë sa ke pas. Pasaj pjesën tjetër, puno bleje. Kjo nuk u zgjidh. Ligji i kthimit pronave o vëllezër, që ka ndodhur në këto 35 vjet, nuk është as shqiptar, as europian, është thellësisht bolsheviko-komunist, është thellësisht kundër çështjes shqiptare në Ballkan dhe në Europë. O zotni, ne kishim tokë se kemi qenë vend këtë dhe gjithë ulësia pranimore është tha nga aksionte, nga të burgose e prindrit tonë, ora dëgjoj, më kom pas babën dekoruar nga presidiumi kuvend popullor. Po nuk e sa 20 burra se ishte i fuqishëm jashtëzakonshëm. Ama ne kemi jetuar të varfër si gjithë tjertë. Pra kupton, kanë punuar para arsit tonë, ne s'kemi jarë nga demela. Por erdhëm në një situatë, mas vitit 1990, se gjithë ju sulën me i pushtu tokë, atë pa pytë se kuja ka qenë kjo tokë, sa koka ka hangër kjo tokë, sa lek ka hangër kjo tokë, sa Napoleona Florini ka hangër kjo tokë, sa ushtarë duke luftua, duke jetua, duke punua migrant në gjithë bollën ka hangër kjo tokë. Pra, çështja e pronave avlon, zgjidhet për 6 muaj. Si zgjidhet? Po, zgjidhet shumë lehtë. Ta thash edhe herë, avlon, hajde ti me vëllezërit tu, sa të ka marrë Enver Hoxha o Qerrata, tashi ka marrë ty 20 hektar, që 20 hektar, urdhra ku i ke. Hajde kufit, ku i ke mërit hektar. Hajde ti, sa të ka marrë ty kesh. Ja, me gjithë abuzime e mungesar tash do shkojnë 300.000 hektar. 400.000 hektara, nuk i dalë në Shqipërisë me i këthyet jetit tokën? Përse t'ja mund pa tokën në Republikën e Shqipërisë, o vla? O vlezër, sa e hidrocentral po jep dritë gjithë Shqipërisë. Përse t'ja mund pa tokën? Por jam pa tokë sepse dullën njerës që s'kanë dhënë. Shikoni, në 100 vjetë kam 3 dëshmorë e 2 partizan mranë e mira tonelata djerës për këtë vend. Morën tokën ata që si kanë dhënë këtij shteti as i pikë gjak, as i kokër vezë, 2 partizan luftë. Tani o shok, ne s'jemi për konflikt, ne s'jemi me largua kërkan, por hajde si shtet, që nga 2012 atë kam bërë shkesh tokën tjetër do ta ndajmë e do të kthejmë njerëzve që u kam zonë magazina, me universitete, me shkolla, me hidrocentrale, dhe atëherë të tjerën kaq të kalon baba tjetër mbledh vetë. Pse nuk ka nga tresa? Pse nuk zbatua ligji 7500 në Nderi? Unë di familjen Nderi që s'ka më shumë se 1000 metra katror tokë. Atë pse nuk zbatua? Pse? Sepse dinim se në tokë të huaj nuk e pse prek. Ti mbase nuk e kupton.
ti mbase nuk e kupton, po unë jam nga e zonë e Dugazhinit, e Mbidrinit, edhe në Himarë, edhe në Mirdit, edhe në Kajmërturë, edhe në Shalë, e në Shoshë, e në Pulte, në Pukra, pas 500 vjetë në arsh, thot po, filani e ka tokën e filan, bile i thonë ara lushit, ose ara aulot, ose zëdni. Janë qartë. 1 miliard vjetë me tërë shteti, me kushtetute, me tanë policinë e shtetit, me marrë mua. Unë kam marrë pjesë në narën e tokës nërmarës bujqësore të Burrelit. Më kanë takua 4 lym tokë, si mas ligjit. Kam dëshmitar tanë popullin e matit dhe kushëm nje, se kam marrë as 1 metër katror, zëtni. Unë s'kam as tokë të ashgu nga baba, as s'kam blezja me lekë. Po këtu, Pra, ju mendoni që çështja pronës mund zgjidhet? mund zgjidhet sepse shteti s'u ka bërë shkërkuj. Këta që janë pushtet. këta dojnë nga Këta të kanë 12 vjetë, kanë dhe 4 vjetë të tjera, 16 vjetë. Dhe gjallën. E zgjidhin profesor apo jo, që ta shpërndaj pagësinë? Shko e ble, këta nuk e zgjidhin dot sepse kanë vjellë. Këta kanë marrë pronat e huaja. Nuk e zgjidhin. Ja, nuk e zgjidhin. Zoti Roshi ke ndërhyrje për këtë që thash? Pse? Ta zgjidhin këta. Nuk e zgjidhin. Po kush u mori prona? Këta Po ballarët e tyre kanë marrë. për një muj mushin sa mushin këta, 84 vjeç si parti. Duken si kështu, me jargon, po është filozofike në një mënyrë e të vepruarit. I biri nuk mund të dali nga rrezja e jatit, apo nga edukimi i jatit. Po shkojnë ato fora ata. Duke abuzuar. Për ne konservatorët kështu është. Po për të gjithë ashtu. Po kjo po se këta kanë prindin 1, prindin 2 më burr, është tjetër kjo, edhe prindin 3. Dakor, po për të vuajtur në një farë mënyrë, çka, zhbërinë e shoqërisë e majta e do thjesht për shkak të pushtetit. Pse? Çka, është iluzive, edhe sepse ata jetojnë të rjetën me iluzione. Vetë filozofia e Marxit është e tillë. Pra, filozofia e Marxit gjithmonë do rinovuar sipas tyre, sa konservatorizmi është mënyrë jetese, nuk ka lidhje me realitetin, nuk ka lidhje me ideologjinë, me demagogjinë që bën Marxi. Marxi është dorëzuar përpara pronës, është dorëzuar sepse në fillim nuk e njihte. Por me mënyra të tjera të ndryshme dalin kundër. Që ti po të bësh rep, po aty Trumpit nuk i dolën 2 të majt aty në ato çfarë do të thoshte, ishin kundër paqes. Pra, tjetri bën paqe, të majt janë kundër paqes. Po të shih këtu, kjo është ndarja, se pra medaljet 2 janë shoqëri, ana pozitive, ana negative. Ana pozitive kush është? Është mënyra e jetesës, është kjo me këmbë në tokë, përmirësimi i jetës, mos zhbërja e të shkuarës, vlerave që kemi në shoqërisë. Shumë interesant. Edhe përmirësimi i tyre a ka ardhur në moment që Zoti Roshi që këtu në Shqipëri bëhet edhe një lloj ndarje ideologjike, se këtu tani sigur se shumë e qartë kjo situata. Për fat, me që më thua që për herë të parë bindjet politike në Shqipëri i ka edeuar një familje mitatfrashi që i ka ndarë. Në fillim Shqipëria është qeveri shokësh. Kush marrën në Itali, merrte entourazhin e miqve të vet dhe bënte qeveri. Mitatfrashi, duke qenë më i emancipuar, hedhi det, pra ne duhet konkurrojmë mbi det politike dhe qeverit duhet ngrihen mbi det politike. Pra Mitati ka ngritur, si thua, det politike që i ka kthyer në institucion. Sepse konkurrojnë një det politike, pra mënyrë të menduarit konkurron për të zhvilluar vendin. Edhe njerëzit votojnë mbi ato, si thua, mbi impaktin që marrin. Kështu që unë them që është vetëm rrugë. Ka ardhur momenti. Demokracia është momenti ka qenë, po që këtu janë zhbërë gjërat sidomos mas qeverisjes së smajtës. Tani gjërat, pora demokracia, pora institucioni i votës, një farë mënyrë zgjedhjet, vota është bërë, nuk ekziston institucioni i votës, pra i numërimit votës, për mua. Se nuk ka rëndësi këtu, përderisa rrëmben zgjedhjet, nuk ka rëndësi unë mura 5 vota, atje 7 se mund dalin në një të na bëj kështu matematik banale. Kështu që unë them që pa demokraci, themeli çdo gjë është demokraci. Po humbe demokraci, ne jemi gati në një diktaturë, pra jemi në një monoshtet, qeveri shtet. Ne ja ju jemi mbledh tani po flasim. Ç'do të thotë kjo? Që vetëm të flasim fjalës do të është. Jo, ja po ja të them unë gjë. Po. Për shembull, me që kemi avokatë këtu, dënimi kapital është dënimi mirënd. Është dënimi mirënd. Pse? Se të merr gjithë kapitalin dhe lën mes rrugës.
Pra ti vuan më shumë se sa nëse ti të dënon me vdekje dhe mbledh mendjen. Po. Kështu që prandaj quhet dënimi më i rënd, që ti të vuash. Pra edhe kjo kështu është, ne flasim, po jemi për fund me dhimbje, jo dhimbje pa fund. Ne jemi po sigurisht. Po pra. Jo po është këto janë studiuar, për shembull, kjo lumturia me fjalë vendosja në raport e dhimbjes me lumturinë, me kënaqësinë, filozofët i kanë parë, mjafton ti në farë mënyrë ti aplikosh edhe ti përkthesh në programe dhe janë fare kollaj. U s'dua të zgjatem tash në Jo, dakor, falenderoj për këtë çastje. Se vin ke ndërhyrje se kam një pyetje për avokatin që lidhet me drejtësinë. Po. Ju referovi këto ndarjes ideologjike. Nuk jemi neve në luksin e një ndarje ideologjike, sepse demokracia ose zhvillimi, po themi, kufirin e saj e ka tek liria. Dhe ne jemi poshtë lirisë, ne nuk kemi fituar lirinë. Pra nuk është debat për Shqipërinë. Nuk është debat për Shqipërinë, sepse nuk kemi të lirë. Në Shkup, ke votimi si jemi i lirë, ke të drejta për vendimarrje si jemi të lirë, do implementohen nesër pas nesër ligje që godasin familjen dhe neve veç se artikulimi nuk kemi asnjë lloj mekanizmi për ta frenuar. Me që jemi të kjo, se e kam shumë të rëndësishme, mund na sjellësh vetëm dy momente të këtij ligji shumë përfolur që po godet familjen. Sepse ka interes publik. Do ta përkufizoja me një Tyre që flas një masakruj. Patjetër. Do ta përkufizoja këtë ligj apo dhe ligji më parshëm ke shëndeti seksual, por ligjet që tendojnë të godasin. Ma thuj thelbin, lutem. Thelbi është 7501 i familjes. Ç'do të thonë? Kjo do të thotë që në qoftë se ti prodhon një korpus ose një ligj, një doktrinë e cila e lejon, po themi, artikulimin ndryshe të fjalës gjini, atëherë ti e bën të mundur që të penetrosh pastaj edhe në koda, po të ketë një referencë, të ketë një referencë edhe kur do përballesh në gjyq nesër pas nesër apo në përcaktimin e së drejtave të vazhdimësi. Çfarë bëjnë këto, domethënë? Këto duan ta çajnë për momentin, po themi referuar ligjit. Sa gjini duan këto? Sa gjini? Ta duan 2+. 2+. Pra, mashkull, femër edhe vazhdojnë me historira të tjera. Ndërkohë në Amerikë, urdhri ekzekutivi i parë i Donald Trump, i presidentit ishte që tha që unë njoh 2 gjini. Ka dhe i diçka. Ne jemi për më shumë. Ka një element që presupozohet që këta po e bëjnë këtë gjë për si një ligj akuis, pra për të bashkangjitur me Bashkimin Evropian. Nga 27, të themi fakt, nga 27 shtetet të Bashkimit Evropian, 25 prej tyre e kanë të përcaktuar saktësisht gjinin. Po, edhe ky i Slovakisë tani e bëni ky ligj i Slovakisë, i majt. Ishte i majt, këtë që dëshën me vra kryeministrin e Slovakisë, i majt. Por kur vje punat e njeriu do bëhesh bashkë, ç'është ta godasin njeriu. Pikërisht se thelbi është goditja e njeriu. Goditja e pronës. Domethënë 3 element ka njeriu që lidh, është jeta, familja edhe prona. Pra në Shqipëri është ka ngelur jeta. Domethënë duhet i thush shqiptarëve që po gatuhet ky ligj. Ky është ligji që po gatuhet për ta kuptuar shkurtimisht, është ajo që ne kemi dëgjuar kaq shpejt 7501 që ka qenë për tokën, që nuk ju ndjen, le themi, ato fitilat që në fillim, por jemi 35 vjet dhe flasim akoma për këtë ligj. Famkeqë çdo shqiptar i di që nuk e di se çfarë numër ligji ka kushtetuta dhe kodet. Po din këtë, se kjo i garantoj 7501. Është ligji indicio e marrë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga linja Soros. Kush? Për çështjen e familjes. Jo, është interpretimi që këta e lanë vakant fillimisht ke çështja e gjinisë, se shikoje, përveç se ndryshimit gjinisë në nenin 35 të tij mos gaboj, ishte edhe drejta që ti të flisje për kulturën e barazisë gjinore edhe në përshkolla. Pra, e liron këtë e ti edhe bëja pastaj allishverish në përshkolla duke futur pastaj llojin në shkollë. Po nuk ka nevojë të vijë një organizat e Sorosit apo WOK për të interpretuar në shkolla, por këta duke qenë se ti do flasësh për këtë gjë që e ke të detyruar në ligj, sepse e ke përcaktuar në ligj, ta sjell direkt nga ministria. Okej. Ral, ke koment për këtë apo të vazhdojmë rrjedhën? Jo. Okej. Ose komenti është i thjesht fare. I bashkojmë zotit Artur që është e financuar, është lëvizje WOK, është
lëvizje financuar nga Fondacioni Soros, pavarësisht të gjithë kësaj propagandës që hidhet, por është goditja familjes, duke u godit familja, është si tush i krijon atë iluzionin që po flisë përpara për Maxi që është një shoqëri e lirë, por ndërkohë shtrëngojnë gjithë drejtat e tjera. Kjo është një pakicë, kur ajo pakica në kuadër të atij iluzioni që do t'i japi ky liçi, do kontrollojë gjithë shumicën dhe do godasi familjen, ku edhe do mbahet pushteti, kaq e thjeshtë është. Kur sot për sot flitet për 172 gjini, nuk arri dot. 172 gjini. Pra kemi 172 gjini. E ky ligji. Jo te ky ligji. Po pra do me fut ta pra. Përmes këtij ligji do arrihet te 172 gjinit që pretendojnë që del Amerika, më fal, një sekondë real, se kjo është pyetja që kam për ty. Del presidenti i Amerikës dhe thot ka vetëm 2 gjini. Akti i parë sa hyrin në shtëpinë e bardhë, tha këtë gjë. Okej, Trumpi është i djathtë. Del ky kryeministri i Slovakisë, e harrova emrin, kërkoj pak Google. Këtë që dëshëm me vrapë. Fico. Po, Robert Fico, po. Këtë që donin me vrapë, ky i majt. Por i majt ekstrem. Dhe thot, një sekond thot, edhe në Slovaki thot ka 2 gjini. Tani në Shqipëri ka 178 gjini, kjo është që po më thu dhe pyetja është, se shiko, po kënaqemi edhe me lugën bosh, domethënë. Del presidenti Trump dhe ne qetësohemi se thot ka 2 gjini. Por kjo është përcaktuar nga Zoti, më zot. Am kupton. Pra pse po kënaqemi ne me këto gjëra që domethënë ne s'po bëjmë asgjë ndërkohë. Kjo quhet politike zezë. Gjithsesi, goditjet e para kanë filluar në vitin 2016 me ndryshimet kushtetuese, kur është futur edhe orientimi seksual në kushtetutë. Është futur në kushtetutë. Po, në kushtetutë. E ke orientimi seksual, po, që ti nuk mund të diskriminosh në bazë të orientimit seksual. Jo, mirë, tjetër gjë mos. Para ka qenë kështu pa dallim feje, krajine ideje. Po ashtu dhe kjo. Është tani edhe seksi. Po. Pa dallim seksi. Feje, krajine ide dhe siniesh. Jo më burr, se kjo është shmenduri. Okej, tani pyetja për avokatin. Në kushtetutë orientimi seksual. E shpreh orientim seksual. Të shtoj edhe një element për avokatin. Avokat. Edhe gjinin, identitet gjinor. Përpara se dalte profesor Susaj, kemi mjetë ligjor për ta godit më burr. Apo se ne jemi të gjithë pro familjes në këtë studio dhe ata që na ndjekin. Se ata që ndjekin këtë emisionin, fal që të ndërhyj, janë pro ideve tona, prandaj na ndjekin. Sado paga ose shumë. Kjo është ideja. Ideja është thjesht që opozita duhet të jetë shumë e qartë, sepse i vetmi mjet instrument ligjor që të vënë lëvizje, po edhe politikbërjen, paktën që ka dhe një mendim tjetër është opozita. Opozita duhet të jetë shumë e qartë që do ketë vetëm ky ligj nuk duhet kaloj, pavarësisht se mund të ketë votat, dhe ta çojnë gjykatë kushtetuese. Me gjithë këto filmat dhe me gjithë politikën që si po luhet me presidentin për të kap gjykatën kushtetuese që ta kenë datën në kontroll. Presidenti kishte dalë me rrogë atje pra, e morë vesh. Presidenti i Republikës Shqipërisë, alias inteligjencë artificiale, merrte rrogë nga një spital turk. Përveç rrogës presidentit merrte rrogë që duhet shkarku direkte sepse nuk lejohet me kushtetut, ka një nen, më duket në 88 e kushtetutës, 86, që presidentit nuk i lejohet të kryej veprimtari private. Të ushtroj veprimtari tjetër private. Që këtë moment. Tani presidenti është prindi 1 apo prindi 2? Mund të jetë edhe prindi 172. Qartë. Profesor, da falë se tani kjo është situata më burr. Pra 178 gjini më burr. E kuptoti ku jemi? Unë mendoj që është asgjë tjetër veç se vazhda 84 vjeçare, sepse është kjo tendenca për merruni me gjinin, kur populli është i pa hangur, i pa punë, në konflikte, pa prona, narrativ, pa kur farë sigurie mjedisore, as shëndetësore, as juridike. Ju merrni me gjinin e 150-170. Dhe kjo nuk është kur gjë tjetër, vetëm se në vazhden e përpjekjeve të njohura për uzurpuese, pushtuese, denatyruese mbi gjitha defaktorizuese të faktorit shqiptar dhe të politikë shqiptare në rajon. Shqiptarët nuk po arrin me kuptuar që edhe para vitit 90, edhe para vitit të mallkuar 1941, kur Partia Komuniste e Jugosllavisë arriti fitoren më të madhe në 1000 vjet ndaj faktorit shqiptar sa themeloi Partinë Komuniste në Tiranë, degën e vet në Tiranë. Historia flet. Shqiptarët nuk duhet me besu historinë, aty kanë historinë. Unë e kam mësuar si tjerë. Shqiptarët kanë 35 vjet dhe nuk sqarojnë luftën nacional shqiptare.
për ta respektuar çdo nacionalist si mori armën deri në vitin 1944, po çfarë na erdhi mas vitit 1994. Tani e gjitha kjo nuk ka asnjë gjë, vetëm një pikë, synojnë, vinë nga gjitha anët, vetëm me denaturuar, me defaktorizuar shqiptarët në Ballkan. Dhe këta po i shkojnë në mënyrën më të vërtetë. Por shqiptarët nuk e dinë, ndoshta që edhe para vitit 90 këta njerëz kanë ekzistuar, kanë jetuar, s'ka pas kush punë me ta, s'kan kurfar demoralizimin, nuk kanë kurfar dhunimin nga pjesa normale e popullsisë. Këta tani 2% a 3% sa janë qofshin me jetë Zoti i rujt kudo janë e jetoshin sa më mirë. Por me ju imponua këtë shoqërisë nuk kanë arsye, por ka një problem ama. Ora jemi 5 vjet që do. Ju lutem, që nga viti 1990, që nga janari 1990 deri më sot. Me gjeni një zyrtar, një kuadër, një intelektual nga familjet e nacionalizmit, e autoktonisë, e racës, e kulturës, e sjelljes shqiptare, e europiane që ka qeverisë shtetin shqiptar. E ngacmove zonë Shumë e lehtë vëlla, shumë e lehtë, po s'ka pas gjën dorë rroci kurr. Jo, ai mendon si unë këtë. Po s'ka pas dorë. Mendoni njësoj, se ai ma ka shtruar. Ora unë një rrogë kam marrë edhe unë vëlla, jam të marr rrogë nesër po më heq se unë punoj dhe jetoj në kushtet dëgjoj më vëlla. Në kushtet e një stresi, e të goditjes, e të përqudnimit, të sulmeve të gjithanshme që i bëjnë këta fjales lirë, ore ma zisën po të nërhojsh. Dhe këta kujtojnë që një budalaj nuk po kuptojnë. Po ti kur më sulmo djallë, në grua, në vlanë, në njerës, që s'mile njerës me jetu këtu, po ti qëjtu ba? Ti do me thonë jetu i ba maskarat më më vetë. Dhe këtu është edhe thelbi pësa është godit shkolla në këtë situatë. Do me thënë familjet e mira dhe fisnike nuk kanë pas përfajsu. Asë edhe një ditë. Morëm gjenin një antikomunist, o kam bërë 8 muaj hetuosi, kam gisht një kamës të këputur, më kanë vra vajzën 2 vjeqe, byroja partisë ma ka vra. S'ma ka mytë temperatura e lartë. Ore zëtëri, më gjenin një njeri që e hangër goditjen fatale nga komunizmi e që ka bon një ditë në administratë një shtetë shqiptarë, cila kjo dore zezë. Ore 1994, hetuosi im nga Shkodra, që ishte dhëndër një anëtarit bërës politike punën të administrit mërëndshme. E unë shkoja ka herë si kur i marrë deri në derë, po thosha ku ta marrë, që kisha i farë zemre i takati, ta vrasë, se unë, a i që më rejtë në zyrë shtetit, para vitë 90, a i nuk e ka pas me ligjë me mamush pucën gjako vla, na i dim ligjet. Ora më gjeni një orë shokë, vetëm një, ora më gjeni një gjithë sistemi në Universitarë të Republikë Shqipërisë, një njeri që ka provu dhunë në komunizmit. Hajde një marë burra, po jam zirë 2 duart, kamera aty të mikpusin 2 duart. Ore, qa bëjnë këta ore? Qa kujtojnë këta shamë në komunizm, po ku ke shamë komunizmin? Po qa kujtojnë një shqiptar, komunistas, demokratas, balist, që do t'jetë i qetë pa u dekomunistizuar vendi. Pa e din qa është kjo komunizmi. Po ne komunizmës nuk e kemi marrë në Moskë, o vlezër. Të parë të unë kanë shku në Moskë, në Austrije gjithë kumë, po se kanë marrë në Moskë. Është priza e komunizmit shqiptar ka qenë në Beograd. E unë shka masë i gjama atë popull. Unë lusë zotin, ku ti marrë drejtuës të shtetit shqiptar të me bëhen të mirë për popullin e vetë e për shtetin e vetë, si kur se janë sërë për popullin e tyre. Sepse ati e ke një pik 2 euro kilin e mishit gicit, po këtu e ke 7 euro, 8 euro, 13 euro. Pra, o shok, ne, këta që e kanë marrë shkollat, e i kanë marrë bursat, e i kanë marrë prodnat, e i marrën duqanat, e i vëllën tokat, me ligjet e komunizmit, e me ore, e din ju që e blej një shpija atje me lek dirëse, me lek duke prej bare, duke krasit, shkoj e marrë, e kur vje puna me shkoj me hipoteku, duhet me dhanë lek. O vlezër. Kjo është realiteti. Hajde, o vlezër, këta njerëzit kanë mjull gojën, kanë ullë qafën, jo, nuk banë. Profesor, të falenderoj për gjithë shka që na the në studio, ne do shkojmë në hapësirë publicitare, i kthehemi për pjesën e tretë e emisionit, do nisja me zotin Roshi, me atë që thënë ka përsyel zoti Susaj, por kam dhe një diskutim për çështjen e Bashkisë Tiranës dhe zgjedhjet e pjetshme. Këtë do ta mbaj pjesën e tretë, publicitet dhe rikthehemi. Jemi rikthyer sërish së bashku për pjesën e tretë të emisionit. Zoti Roshi, nisim bashkë, profesor doktor Lush Susaj na hodhi tezë në tavolin që do ta doja një përgjigje nga ti.
asnjë nga familjet fisnike nuk e ka drejtuar Shqipërinë, asnjë nga antikomunistët, nga nacionalistët që përfaqësoni dhe ju në këtë rast. Punë administrat më, s'kanë kur gjë Kjo ndorë. nuk do të thotë se nuk kanë patur aftësinë, apo në fillimet e veta, mas vitit 90 kishte një lloj preteksti, duke qenë që shumica e njerëzve ishin në burg, sistemi ishte lënë pa shkolluar, edhe me këtë në një farë mënyrë u ngrit një lloj preteksti në atë kohë. Mirë, vitet evoluan, të bitë e atyre, sidomos që kishin grindin e kulturës brenda familjeve, janë shkolluar jo vetëm brenda vendit, por edhe në perëndim. Për mos thënë që spikatin kudo ku janë në fushat e tyre, mirë po spikatin vetëm në, si thua, në këtë skartierën e zhvillimit të ekonomisë vendit kështu në tregun e lirë, privat. Nuk u është dhënë asnjë shans, sepse sigurisht qëllimet janë aty, fshihen brapa, pse nuk u është dhënë shans. Nuk është as media zoti Roshi, nuk është se nuk pra përveç. Jo, zero, po që media ke gjithë ish oficerët, mos thëni hiç ty këtu, gjithë kemi ish oficer, kapterat, dhe bien shkurt. Po dush dhe me radhë. Po, si ka mundësi të bëra pyetje të përgjithshme, pra jo. Si ka mundësi, po nuk mundet sidomos ndryshe pushtetit. Se ne themi, pse ankohemi sot që kemi diktaturë? Këto, nëse e djatha ose Partia Demokratike kishte fuqinë, do kishte krijuar një hendek të qëndësishëm midis të majtës së djatës, që do të thotë mbi parimet, po, nuk do ta kishte kaq kollaj sot Rama, jo sot, po do ta kishte lënë pushtetin me kohë. Sepse njerëzit do të kishin reaguar, do të ishin ngjizur më shumë rreth djatës. Po kur zbehen dallimet, njerëzit pastaj thonë, ngrim pyetjen që të gjithë e kemi dëgjuar që këta s'ndryshojnë nga njëri tjetri, dhe këtë e lëshon edhe sepse i intereson mazhorancë ta lëshojë këtë lloj në një farë mënyrë demagogjie në publik, dhe njerëzit duke mos bërë dot dallimin, marrin çantën në supë dhe ikin pastaj sepse humbet besimi. Je shumë i saktë. Dhe kush ikën? Sigurisht ikin këto familjet në një farë mënyrë që nuk ka suport këtu. Këtu kontrollohet çdo qelizë ekonomike. Po të vëmre, me fjalë të gjithë tash për hir të së vërtetës, edhe nga debati dje. Shumë hiq zotin Strazimiri atje që ishte korrekt me krye prokurorin me këtë Domanin. Të tjerët në një farë mënyrë në atë fibrën politike, po them, nuk ishin nivelin e duhur. Por ata kanë mandatin e deputetit. Të tjerë që mund ta kenë fibrën politike nuk e kanë, për shkak të asaj prejardhje që tha profesori. Kështu që unë prandaj them që kishte një lloj dakordësie dje me ato prokurorin, në një lloj kështu. Mu duhet të servilizëm, më të thonë drejt. Jo, çfarë servilizëm, po çka ka ndore, çfarë do servilizëm deputet? Normalisht, fuqia e deputetit është më e madhe se prokurori, pavarësisht se prokurori ka firmën. Sepse njeriu nëse ti ke bazosh ke ndershmëri, jo, po shiko, ti fuqi çfarë fuqi ka? Ky është Po ta problemi i dinte Shqipërisë. deputeti çfarë fuqie ka, ti ose fuqia është ke morali, ke statura, ke ndershmëri atje. Nuk është ke prokurori, do ta ke firmën gjithë ditën. I kanë futur të parë ta në burg. Ne kemi president. Po nuk i kanë lëshuar bindjet e tyre. Ne kemi president që se di se çfarë roli ka. Ti tani ne po flasim. Që ka inflacion, fjala presidente Bariami, ka inflacion. Për çfarë u gjish prej? Po jo i mbaj pa ka. Pse e këtë moment? Po sepse nuk përputhet të personazhet. Dakor, shumë interesante. Pra nuk përputhet personazhi tot me postin e për shembull, po i the kështu bën inflacion fjala president si fjalë. Jo, e kuptova, jo mendova se the që ka shumë president, domethënë presidenti i urdhit mjeku për shembull, presidenti. Jo, ka patur më militant. Po, presidenti i urdhit. urdhit. Jo, kanë për presidentin e Republikës. Urdhri ka patur më militant, shumë një mund të themi Recep Mejdani. Po, nuk ka qenë kurrë në këto nivele. Jo. Pra kanë qenë më militant se sa ky, nuk ka qenë në këto nivele. Ky nuk njihet për një militant, mirë po, si thot populli në jargon, nga ferra e vogël del lepuri i madh, Ky është rasti. Edhe ky është rasti që si mund të ju keni parë veprimet e tij të fundit. I kam parë. Nuk kanë lidhje fare me politikën. As me njerit të zakonshëm. Që mund ta zëvendësojmë inteligjencën artificiale, institucionin e presidentit. Kam teza ime kjo, nuk e di e dakord apo jo, pa kam hedhur në publik. Gjithsesi, tani kam një pyetje. Shikoj, i zvendësuar që
Nëse se inteligjenca, se këta mendojnë inteligjencën artificiale për shembull, e mendojnë që ajo nuk qëndron në hënë, ajo diku i merr ato. Po diku të më dhëna. pra. Nëse ti s'ke hedhur të dhëna, po pra. Nëse ti nuk e hedhur të dhëna, në një caktuar, inteligjenca vetëm i merr i përpunon i vendos në rend në një algoritëm të caktuar. Patjetër. Pra, ajo dalim te pyetja kush e sundon botën, pastaj është pyetja. Dhe nuk e merr, për shembull, thoshte për këtë Kirk që nuk ka vdekur, ëh, sepse kishte informacion ende. Dhe inteligjenca artificiale, pra, çfarë do të thotë? Do të thotë do të thotë atëherë, do të thotë që inteligjenca artificiale është njeriu mbrapa. Patjetër që siç është Rama. Kështu që, po, tani, sigurisht. Kalojmë pak te situata politike se ka interes me të thënë drejtën. Ne futemi në një domethënë moment. Patjetër, unë me kënaqësi. Jo, patjetër, por futemi në një moment që kanë 6 bashki zgjedhje dhe unë e them me drejt 6 gjithmonë se jemi fokusuar vetëm te Tirana, zoti Roshi, po ka shqiptarë edhe në Berat, edhe në Vlorë, edhe në Mat, edhe në Cerrik, edhe në nuk e di ku ka zgjedhje tjetër, te Pelen. Tani, sigurisht që te Tirana dhe pyetja fakt për Tiranën do jetë. Po si e shikon këtë moment opozitës, edhe kjo është pyetje për gjithë. Është një moment i vështirë, them të drejtën, edhe sigurisht fokusohemi ke Tirana që ka gjysmën e banorëve të gjithë Shqipërisë. Jo se ato nuk ekzistojnë në qytete të tjera, jo se i lulesojnë ato qytetarë, por këtu qytetari nuk ekziston përderisa nuk ekziston vote e lirë. Pra, nuk ekziston besimi i tij që shprehet nëpërmjet votës. E në këtë kontekst, përderisa numërohet vota nuk vjen ka argumenta, ka filmime të ndryshme nga zgjedhjet e fundit, që zgjedhjet nuk ka qenë të rregullta, ka raporte ndërkombëtare të tilla, pra që kanë ngritur një shtyllë të fortë në një farë mënyrë për të mos i besuar që zgjedhjet bëhen. Edhe mirë, po le të qëndrojmë ke Tirana. Në këndshikimin tim ne do të kishim në momentet të vështira, kryesisht partitë politike, qëndrojnë militantët, pra qëndrojnë idealistët, themi, që nuk të tradhtojnë asnjëherë, as ditë të vështira. Pra të parë tanë kanë këmbyer në një farë mënyrë për shkak të lirisë, parimet nuk i kanë ndryshuar, kanë panuar burgun për shkak të tyre. Çfarë do të thotë? Do të thotë që tani qëndrojnë vetëm njerëzit që janë që votojnë në çdo lloj rasti. Pra, do të kishte një përfaqësues ata, do të ishte një përfaqësues politik, jo njëri jo politik. Qartë. Tash për këtë arsye. Unë bashkohem këtu, përderisa fuqinë determinuese e ka Partia Demokratike, ajo duhet ta vendosë kandidati. E në këtë kontekst, me fjalë sigurisht, por mendimi im ka qenë ky, që e kam përquar në një farë mënyrë. Unë e vlerësoj zotin Binaj si njeri kurajos që merr përsipër një lloj si përmarrje, është kjo e fortë, një lloj përgjegjësie, por bindjet nuk ja dëshiroj, bindjet e tij të majta nuk më konvenojnë në një farë mënyrë. Kështu që sigurisht do ta mbështes për shkak të konjunkturës, si thua, zgjedhore, por jo me bindje të plotë që duhet mbështetur. Tash kjo s'do të thotë që opozita nuk duhet të bëjë rolin e vet. Pavarësisht se roli vet i saj me fjalë është përfundimi i dijet. Në diktaturë dihet përfundimi. Bëri Pjetër Abnori, keni dëgjuar ju që të merrte një deputet Pjetër Abnori që bëri parti në kohën e diktaturës? Jo, pra përfundoi në burg. Edhe këtu nuk mundesh ti që të konkurosh me diktaturën. Qartë. Okej. Pra është një iluzion. Zgjedhjet e Shqipërisë janë iluzion. Aga si e shikon këtë moment opozitës? Për Tiranën, dakor. Për Tiranën, unë shikoj moment shumë dobët, opozita shumë e dobët, që s'ka një kandidat vetin. Nuk është se mazhoranca është e fortë, se mazhoranca më dobët e krymbu në korrupsion, më kështu në mënyrë skandaloze, që është mazhoranca nuk diskutohet. Unë mendoj që por sigurisht ka unë mendoj që vetë opozita ka rënë grackë e qeverisë, e kësaj mazhorance, të cila ka artikuluar mand personave tret mediatikisht duke bërë virale që duhet kandidati politik. Opozita ndodhur në kushtet që nuk është e fortë, një humbje që u shpartallua në zgjedhjet 11 majit, qofshin ato të vjedhura, me krim, me... Këtu të panoj, do falë, se unë jam njeri politik edhe... Dakor, mund t'ishtë për ta mbaroj... Jo dhe cënohem, në i farë mënyrë duhet ma i qëndrim. Dakor. Sepse detyra të opozitit ishte që të mbronte votën, që nuk e mbrojti, detyra opozitës ishte që të krijonte edhe atë qeverinë teknike që premtoi që nxorri protestuesit dhe nuk e bëri, detyra opozitës ishte
të përçonte mesazhe të qarta çfarë do bënte, që nuk i përçoi. Detyra e opozitës ishte që me gjithë atë luftën me 2-3 opozita brenda njëri tjetrit që ziheshin në atë paktën flas për Partinë Demokratike, për Selin kush ta ketë vulën dhe pastaj prap pajtohen demek për hir të partisë. Dhe kjo është perceptimi që merr njeriu. Ndërkohë, duke qenë në për mendimin tim në kuotat më të ulta, nuk pati asnjë kandidat, pra nuk doli një nga Partia Demokratike që thotë po i dalun zot se pune, edhe po të humte do humte me nder, sepse të gjithë aty kanë frikë që e humbin Tiranën. Dhe kjo është të gjithë ajo kupola drejtuese e Partisë Demokratike ka frikë që humb Tiranën dhe marrin një kandidat që demek është jo politik, ku ndërkohë me gjithë respektin që kam si figurë si Florbinaj, por është i cënushëm për sa kohë është të pjesa e paktën çka kanë dalë publikisht me antar për shembull jo Juriki, me Fondacioni Soros, jo kompleti Majt, ju vetë tha që ka bindjet Majta. Pra çfarë i duhet Partisë Demokratike, një kandidat dhe me kjo politik me bindjet Majta. Pra çfarë i duhet të dia. Zoti Roshi ndërhyrje që ta shpërndaj. Për sa i përket zgjedhjeve parlamentare të shkuara, nuk është faj opozitës. Pse? Po ta them pse. Kur nuk numërohet vota, nuk ka faj opozita. Jo, nuk e kërkoj opozita, nuk kërkoj opozita hapjen e kutive. Ja një sekond. Falë. Ja ta mbaroj se po e bombardoni me pyetje. Leta ta mbaroj për ashtu. Një sekond, një fjalë do të më vazhdon. Jo, nuk do të pres. Unë mbaj qendrim politik, pastaj vazhdoni. Qendrim politik po them edhe unë kam qendrim politik. Tani, realisht, nuk ka vend të botës, nuk di në një vend diktaturë që të fitojë opozita. Edhe fajti i dhe të opozitës pëse s'bën demokraci. Në Nepal. Shiko, në përgjithësi... Revolucion. Një sekund. Po dakord, pa është tjetër moment ai. Jo, s'është tjetër moment. A i ka vaj shqiptarëve të Majt Tundës, i ka vaj. A është Shqipëria rrezik, është Shqipëria rrezik. Dhe ti me Shqipëria rrezik. Kush i mbajti dalin? Ta marroj të lutem. Dhe ti me Shqipëria rrezik, 4 muaj përpara, bën një listë të degeneruar, të cilën nuk përfaqëson asnjë lloj gjëje. Dhe ti kush? Më fal, jo të jap një argument. Fal, do të jap një argument unë ty. Ti ke. Ora me fakt, ti jap 4 argumente. Nuk ndikon lista fare. Edhe një herë, ti ke dhënë Ramës. Jam dakord, mund të shkonte 71, 69, mund të shkonte mund të viste kjo, po jo 83. 83 është teknikisht e pamundur. 83 është teknikisht e pamundur me këtë sistem zgjedhor. Po si fiton Putini? Sa do? Ora Putini si të gjallësh. Pse Rama çfarë? Është Putini. Po ti, ora mos e krahaso Ramën me Putinin. Po me këtë krahasosh. Se Putini po mban një linjë bote. Ndërsa Rama është sharlatan botës, a kupton? Po jo mos njësoj janë njësoj. Një linjë. Po jo me të lëri këto tash me armiq Rusëburg. Po vi keq me linja ideologjike. Edhe një herë më tregoj diçka. Po ka një Rama linjë ideologjike me Putinin njësoj? Atë kopjon. A se një ka politikën e jashtme atëherë. Po Putini po te prindi 1 prindi 2, nuk ka prindi 1 prindi 2 Rusia. Po pikërisht është i jashtme. Mama dhe baba. Është i zgjatë Rusia. Nuk ka 176 Mos e kalo. Ai do të vijë muhabetin se unë të përgjigjem sepse se ka. Ai dënoi. Jo, unë të përgjigjem sepse ka pushtetin. Zoti Roshi, edhe një herë. Ka pushtetin? Jo. O zoti Roshi. Rama nuk ka pushtetin. Pyetje. Kani nuk e hapi Rama atë. Rama vazhdon linjën e Soros. Deri ditën e fundit jenë pushtet do të marrë atë linjë. Po PD-ja linjën e Sorosit ke gjysmën e PD-s. Gazbardhi ke Sorosit o burr. Ke lloj figurë aty Sorosit. Ti Gazbardhi ty ta degeneron fjerë. Ta degeneron fjerë, unë vi nga Lushnja. Kam qenë primare në Lushnjë. Nuk ishte asnjë përfaqësie. Është për bëndi vjakën. Po pse? Po pse? Po ma kërko mua. Pa jam dakord që vota është vjedhur. Ta mbaroj pra. Gazi. Po bëri marrëveshje me kundërshtarin në fjerë se ka dolën videot e gjitha putash. Shiko, muhabete ka fenesh, nuk thua. Po pse se dim neve? Pse se dim se më ka fol dhe Samir Korreshi ka votuar njerëz. Unë kam qenë Lushnjë po them. Mund trego tani ke Lushnjë. Nuk i besoj ca gjëra që janë. Po të them unë tani të thosh, po janë ligj, ti nëse ti fakti i kalon në legjendar urbane. S'është fakta ai. Ti me se argumenton. Pyetja ime qëndron. Me se argumenton atë që ai pas ka bërë marrëveshje atë, se është gjë shumë e rëndë. Po ne thua që kryetari i grupit parlamentar pas ka bërë marrëveshje. O zotri, PD-ja. Ska, shiko. PD-ja, më fal një sekond. Rezultati ka qenë nga 5 në 6 PS LSI PD, 6 deputet në Fier, ke ti ke vajt në 4. Ty dhe sa i pje 3 më se 4 ka qenë
Ty një nga lista e sigurt nuk të shfutur deputet. Flasim njërë Tani ti e promovon çfarë? Njërë ti, e kupton? Çfarë promovon ti këtë? Dakor. Ore, ne dinim të gjithë. Ore, po nuk ka ngjitur si figurë në qarkun e fjerit ai. Si e vendos ti aty? Ajo, dakor, da bëjmë çik më generaliste. Okej, u fol për fjerin, u fol për lushnin, okej. Tani se na dhën shpirtin për te lirisë së studios, që zoti Kalaja me fjalë ka bindje thje dhe na lejon edhe faleminderit. patjetër. Ka disa kode, edhe kjo marrëdhënia me publikun, nuk është kështu që çfarë dëgjojmë atje, e marrim edhe hedhim kështu. Ore, çfarë janë fakte? Ka 5 fjala. Po ka 5 fjala. Po ne e dim shumë mirë këto gjëra. Fal, ta mbaroj zoti Roshi. Tash unë nuk kam ndonjë ashtu me fjalë, se s'kam as interes. Jo më Në këtë përveç interesit Ne po diskutojmë. përveç interesit publik dhe interesit të opozitës, asnjë gjë tjetër. Po. Tash problemi është ky që çdo që zoti në tokë ta përfaqësonte opozitën, kur ke një diktator, do të vjedhë zgjedhjet se s'bën. Zgjedhjet i bën i pari, i bën ai që ka fuqinë e pushtetit, i bën kryeministri. Ai ka përgjegjësinë për të bërë zgjedhje lira, nuk e ka opozita. Kur ke dëgjuar për studio të që thonë që shikoj pse si mbrojtë vota. Jo, po do të bëjmë ushtri paramilitar, nuk po të mbrojmë vota. Po pritëm ta mbrojmë, s'u thash edhe ti. U thash thohet për studio. Po. Ashtu. Tashi. Jo, tha zoti Aga. Pse nuk hapën kutit? Po një minutë, një sekondë. Kutit nuk se opozita nuk i kërkon, ai ti ka mbyllur. Ai ti ka mbyllur kutit me kështu me kod zgjedhor. S'të lë të drejtë as të kërkosh as asgjë, s'ka. Këtë zonë ka, vetëm i ka, shkoke ka, shkoke nga do që të shkosh, vetë ti shkon ke si pifong me fjalë në diktaturë. Partia udhëheqëse, pra e koalicioni, Partia Demokratike me kod zgjedhor mjafton ato dy anëtarët e vet i hapte gjithë kutit në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe nuk e bëri. Unë do të tregoj një kështu. Madje edhe partitë e juaj dhe nuk ju ala ti atë votat. Do të tregoj një anekdotë që ka bërë një njeri nga Fisim, por nuk e them kush. Para viteve 90, që t'i vëm ashtu kësaj fundë në i famë në kufi. Shkoj ke Ministri i Arsimit i asaj kohë, dhe i thot dua shkollë lartë, sepse Çulin mori çmim të dytën Republikë për aktor. I thot ai, po duhet shkosh ke shefi i Arsimit, pastaj shefi i Arsimit do të shkoj ke shefi i seksionit, siç janë ato. E i tregoj një 7-8 hallka. Edhe ai i tha, lypsit i tha mos i trego se si fitohet copa. O i jepja, o mos ja jep. Pra mos i trego ku të shkoj. Pra që do të thoshte sepse gjithë regjimi më fjalë kështu i solla sta njerëzit. Shko ande, shko kënemi që ti tumbi si ekone dhe ata vazhdojnë. E njëjta histori është sot, po në forma të ndryshme. Pra sot duket sikur ke liri se po flet, në fakt nuk po flet. Nëse ti e cënon ato do të shikosh që mas 5-6 muaj do të ndëpritet. Kur Edi Rama kontrollon ka zgjedhjet. Po, ç'kuptim ka pastaj? Po pse se diti këtë që kontrollon zgjedhjet? Jo, dakor, ç'kuptim ka? Nëse ti s'ke bindje, se mos u fut fare pastaj kur s'ke besim. Po mos u fut, ja një sekond, ja një sekond. Ku nuk ke ideologji. Po edhe një sekond. Po jo s'ka ç'është ideologji. S'ka ideologji. Po s'ka. Ku s'ka ideologji? Opozita nuk ka. Po nuk varet nga futja në zgjedhje apo jo. Ti futun zgjedhje. Ai të rëmbes zgjedhjet, po ti nuk mund të rish pa futur, sepse le njerë që këtu janë dhënë provat, edhe po s'u fut ai merr, nuk ka problem. Do i merr 140 deputet. Do thoshte i kanë ato partitë e tjera që prodhoi, ë? Sepse duhet flasin të matur. Partitë e tjera do merrin jo nga 1-2, sa do të ishin projektuar për më shumë. Pra, nëse mirë po, opozita pati në një farë mënyrë një orteku opozicii, besimit opozitar, u rrit për shkak të lasivitas, edhe të bëri si njeri që kishte një pjesë shtangë të votave të opozitës. Nuk bënen kështu këto gjëra që unë s'ka parë miting më të madh se sa mbyllje takimit të opozitës. Këta, ne jemi 30 vjeta. Këtu me fjalë edhe miting më të madh se mbyllje. Jo, kjo këtu futem në një debat subjektiv, kam nevojë për analizën e profesor Lush Susi. Në këtë moment ku është opozita, 6 bashki, Tirana kryesore. Po hajde të bëhemi opozitës. Tani kam një parim, unë flas çamani e shpirtin dhe patë se nuk kërkën dhe nuk kam kur në spektrin tim, në analizën time, në jetën time, nuk kam punë me asnjë lloj force politike. Sepse e di mirë se si ka nërë punë këtu dhe jemi kjo gjënë u gatu prej tyne. Duket në këtë pozicion, unë mendoj që atë Florian Binaj duhet me falënderua që ka marrë përsi për këtë punë shumë të vështirë. Për mua, të pastrosh pislekun e 35 vjetëve,
Ajo është një shpresë që sjell vetëm kohezion social e shoqëror. Thoshte një Sami Visoka, profesor Vasfi Semimi, ka qenë profesor në Universitet Bujqor, madje e kanë arrestuar në Universitet Kamalburg, më i ditur i Shqipërisë, thoshte, kemi nevojë për kohezion social e shoqëror e politik, e jo më u kërlesh me njëri tjetrin. Nga përkrahësit të smajtës Brnas Djatës. Floriani, kemi nevojë më burri thotë se ne me gjithë këtë përçarje ku po shkojmë. Ne po humim shpresën sepse thot Burkja, një filozof thot Edmund Burke thot jeta thot është një asociacion midis lindurit, atij që po dolin të gjallit po edhe të vdekurit. Ne ku po shkojmë me gjithë këtë konfliktualitet dhe me gjithë këtë përçarje. Florian Binjaj për mua është një element më bashkues sepse ka ardhur një kohë. Ma tha mirë një plak ke sigurimet shoqërore kishte ardhur dhe nuk i dhanë të drejtën e djalit, kishte djalin Sakat. Edhe më tha, o lushta, kam punuar para 20 vjeç me atë burrë, se kam punuar, kam filluar jetën këtu s'përkat vreshta. O lushta, ka ardhur koha, tha, ka qenë një burr i nderruar ne. Unë kam jetuar në Tiranë 1982 dhe ne e kemi dashur atë njerëz se çeshim me ta, kalojnë kohën, një quhet Verllapa. Ka ardhur koha dhe një Verllapa me vumur zotëri veç me u distancuar nga kjo shërgnaj politike. Populli im ndoshta këtë nuk e kupton. Ai pas dritë ma dunja dhe respekt për atë figurë se tani nuk jetojnë ma. Po ai populli arrin deri këtu sa thotë. O zotëri veç ta njerëz. Sepse problemi. Çfarë dallon atë nga e majta? S'ka problem. Unë e quaj regjim. Ai nuk e quaj regjim. Vlla po të kallzoj mua për shembull. Ky është problemi këtu. Shiko. Unë po të kallzoj një gjë. Këtu ka 35 vjet, madje qysh në korrigjimin që 90 që popullsia është debuar në mënyrë selektive. Kushiku, Zotni Leku, elita, pasanikt, profesionet, njerëz me dignitet. Sot, kush po të sulmohet? Unë jam 6 vjet në familje, 4 i kam jashtë valla. Dhe po ta them edhe tjetër, më u fal krejt Tiranën nuk vinë, ku janë të shkuar, nuk vinë më në zjarr. Pra, kush i deboj popullsinë të mënyrë, ka dal vulgariteti, bolshevik, kasten për këtë punë. Ikun për një jetë më të mirë, ikun me jetu atje më mirë, janë drejtën e tyre. Kërkush nuk del për një jetë më të mirë nga familja vet, nga shtëpia vet. Tani, debimi selektiv i popullsisë, vëllezër, le të thotë çfarë don politika. Unë e shoh, e prek për ditë, i shoh familjet bosh, jam në fshatra, jam në qytete, unë shoh një tjetër realitet nga propaganda. Ata që hanë propagandën, ju baft mirë, unë nuk ju shkoj ke pjata aty, po edhe ata mos të vinë ke të nxjerrja ime me këtë hallë, me këtë ditë që kam unë. Së dyti, shok janë 2.000 omiq, janë 230.000 zyrtar shteti. Shiko, kam zotin dëshmitar. Më tha një kolegi njëmi, tha shiko, me morën në telefon, në tha voto bëj fushat elektorale për filanin, që ti jesh prap të ai vendi punës ku je. Para 3 ditë. Këta të shantazhojnë zotërit, hek nga puna. Se ke diplomë shkollë lartë, se ke përvoje, si e më i mirin të fushën tënde, po ku i pyet politika se s'ka grune merr 300.000 ton, i blen çdo vit nga Rusia. Po ku po pyet politika se po të mbyllën shkollat, po ku po pyet politika se po ti krinia, po ku po pyet politika se po ti ke elita, ku po pyet politika që s'ke asnjë profesor doktor me të lexuar ligjet dhe dele thot ChatGPT-ja. Unë jam profesor dhe punoj me ChatGPT. Por tanë botën me madhanë, dhjemi të turpruar, me jadhon student të akuj me lexuat atë që GPT-ja, sepse është fjallori teknik o vlezër. Tani, del tjetër i thotë, shiko, unë do t'i mjellë pyetje Shqipërisë me plisa dhe duke fut farën e duke hedhë nga ajri. O vlezër, po ku t'ja thua këto? Merri atë lekë, se ke rajt dika me vjellë, po mos mak, sepse del edhe tjetër i thotë, shiko, të rion e të shullon e mdjellë se millën pyet. Ta ti djegin pyet se millën pasaj duke gjujt topa dheu. Del tjetër i thot, do t'a ujsh fushat e Shqipërisë me dronë, që peshon 6 litra uj. Tash jo shok, kur 1 hektar dën 6.000, 7.000 litra uj. Tash jo shok, me cilë dronë do me ujt. Dhe kur Shqipërinë? Ata që në një gjojnë e din, pjesa me malë, kush punën në bujësi e din? Shqipëria nga maj e deri me 15 shtator ka vetëm 200 mm shi. Shqipëria pa ujtja është Sahara. Po nuk e përballon me dronë. Pse bëjnë këta? Që të thonë, ke droni, e të harrojnë kanalet e rezervuarte, se janë 600 rezervuart pa pastruar me të pari. Thjesht për një tender, bëjnë tash. Jo, zot, jo.
Qëllimi më i lartë, o shoku, qëllimi më i lartë, por njerëzit e ka nga filozofia, populli barkut, populli gjokësit i guximit, populli dijes. Për sa kohë që mas Karadheku në le populli barkut, një popull që ngopet, knaqet me pilaf, makarone, fasule, lakra e mirë, nësa, këtu në nga lanë, shiko, Parlamenti Shqiptar sot është në ditët më mjeran e ti. S'ka kërkënd që mund ndërtoj një diskurs politik në dobi të qeshjes kombëtare të kohezionit social e shoqëror këtij kombi. Mu nuk më duhet janë vra balliste e partizan. Në leni të tjerë të jetojmë, e kanë mbyll bota këtë punë. Por ama kur vjen puna, jo të ngrihet prapa ai që ka vra babën e me tatun gishtin sot para humës, e me të bën vullën, e me të pas në dorë jetën tonë. Që do të thotë duhet edhe pse janë vrarë ballistët. Or shok, jo shok, nuk ka filozofi. Ata janë maskara, ata që kanë vrarë ballistet, e shqiptarin. Vitet e tyre vazhdojnë akoma, nëse ti se ndale. Tu është problemi pra. Unë po them ta ndalim këtë o burr. Sepse shiko, është letueshme kur thuhet, në Shqipëri janë 8000 burra të pagjetur të vram. Kosova që ka bën luftë titanike me Serbinë e ka me drejt 17 protestën, Kosova ka 1420 vdekur. E kuptoni, 7 herë më ke shqiptarin mbi shqiptarin. E kuptoni? Pra, unë këtë thëmë, ka ardhë koha me dhënë fund dhe tani Florian Binaj dhe çdo intelektual që merr përsipër duhet mbështet. Ne po bashkuam aty, sepse ka dhe gjë tjetër. Mu me më dalë një komunist, ose ideal komunisti, unë s'kam mbyt kur rasi miligod. Po 1 miliard vjetë nuk mund të japë votë. Sa do të më shtiret si reformuar? Sepse me herë më dhem gishti kam, sa herë në Romoti, e kam trup. Me herë më del vajza si Angel për balla, thot, bab, po, këta më kanë vra. Zde a i ke vodën Binaj, Dibje? Binaj o zotni... Ose të shkesh në Parili? Po jo më digja, ashtë tjetër gjë Binaj e burë, po lere Binaj e burë se ka koha gjithë. Që në një aktor, një farë kulture e artit, e ka sfumuar pjesët politike të... Po disha, pra thëmë këte. Ta mbyllim me këtë, për herë politikani e nxjerr nga situacija. Është artit mundurës politika. Jo, e kuptoj. Makjazhin që i dhe zoti Roshi, po gjithsesi besoj se kemi probleme konceptuale, prandaj duhet kjo ndarja. Sepse është ajo që u përmend pak më parë në studio që duke na parë që jemi njësoj, pra pa ndarje ideologjike, thonë që këto janë bashkë. Edhe i gjanë, më falni se harrova, kisha shumë rëndësi, nuk u ndërhymo. Por Florian Binaj, gjithmonë edhe në universitetet, shkolla thëmë, o shok, njerëz që si kanë duart pa lyme me gjak, e të pa notura në vjedhje në korupcion. Unë nuk e di, duhet më shqit. Vetëm për këtë. Ky ishte mesazhi profesor Lush Susaj, dhe më lejoni që me këtë koment të fundit profesorit ta mbyll këtë emision shumë interesant këtë vështrimin tim, po ju do jeni ata që e vendosni. Ju kujtoj që ky emision ritransmetohet edhe ditën e nesërme në orën 14:30. Do doja të falenderoja kryetarin e Partisë Ballit Kombëtar Demokrat zotin Artur Roshi që ishte me mua sot, aktivistin Sevin Seriani, avokatin Eral Daga, profesor doktor Lush Susaj, faleminderit që ishe me mua sot. Zoti ju ruajt. Tani nderuar miq, do doja t'ju ftoja që të ndiqni një qëndrimin tim editorial në lidhje me një nga temat më nxehta për mendimin tim, politika dhe morali. A shkojmë këto të dyja bashkë? Unë kam mbajtur një qëndrim. Do doja ta ndiqni me këtë video me ndihmën e regjisë, s'mbetet gjë tjetër veç se t'ju le takimin e radhës mërkurën e ardhshme në orën 20:00. Deri atëherë natë më mirë. Politika dhe morali a shkojnë këto të dyja bashkë. E them shpesh se në rast se politika nuk ka moral, duhet të ketë seriozitet. Por rasti i Shqipërisë është krejt e kundërta. Nëse do ndjekësh një seancë parlamentare sot, nuk do të ndryshonte as pak nga seancat parlamentare të 4, 8 apo 12 viteve të shkuara, ndoshta të njëjtat fytyra, të njëjtat veprime, dhe pse jo të njëjtat fjalime, por fjalimet mungojnë se atyre ja ka zënë vendin se kush bërtet më shumë për t'i rënë në sy kryetarit. Fjalime ka pak ose as pak, se vendin e tyre ja kanë zënë goditjet e tavolinave apo gjuajtja e kushtetutës në ajër. Edhe kur janë ato pak fjalime, janë pa thel, pa mendim, dhe pa lëndën e parë që janë hallet dhe problemet e qytetarëve. Ka fjalime, si për shembull, për rregulloren e kuvendit apo Edi Rama ma lëpiu Gjalpin. Parlamenti pra është kthyer në një tatuazh të mërzitshëm dhe qytetarëve nuk ja tërheq fare vëmendjen, as gërthitja, as shtyrja dhe as thashethemi. Ata e kanë mendjen gjetiu, mjafton të bisedosh me ta. Qeveria është kthyer në një mutacion që nuk dëgjon por vetëm grabit. Nuk sheh, por vetëm glabëron, nuk përgjigjet, por vetëm kafshon edhe thërrimet e fundit të pambrojturve. Kryeministri është kthyer në një legibus solutus, i pa lidhur dhe i pa kushzuar nga ligji. Pra
ajo që i pëlqen atij ka fuqinë e ligjit. Një piktor që qeveris me shije dhe nuk e çan kokën, sepse mandatet e treta e kthejnë kryeministrin në përbindësh. Imagjinoni mandatet e katërta, sidomos në një vend me demokraturë siç është Shqipëria. Një kukull e Sorosit që arroganca i buron nga tejngopja e një pushteti që i përngjan më shumë derrave të nginjur. Po opozita. Njerëzit ndahen në 3 kategori, por bindja ime është edhe për opozitat. Të parët janë ata që merren me thashë theme. Të dytët janë ata që merren me koment të ngjarjeve, ndërsa të tretët janë ata që merret me idetë. Opozita nuk është tek rasti i tretë. Opozita duhet prodhoj politik dhe ta udhëheq ajo politikën. Pra të merret me idetë, jo të shkoj pas halucinacioneve të kryeministrit, sepse politika është lëvizja permanente e ideve, nuk mund të ketë politik pa ide të reja. Por politikën nuk mund ta udhëheqin humbësit kronik. Qibanët, tulifar, xhaketash të vjetra apo xhaketash të kthyera, njerëz që kanë hyrë në parlament jo nga dera, por nga dritarja, apo janë qoka e radhës, pseudoteknicien, eksperta asgjës, apo njerëz pa pikë lidhje me realitetin. Këto kohë kërkojnë luftar, qëndrestar, njerëz që i kanë shërbyer opozitës në çdo kohë dhe në çdo vend. Jo kohë për skemaxhin të minutës fundit, për të marrë llokmën e radhës, një sëmundje e vjetër kjo dhe e pashërueshme e opozitës. Të tjerë punojnë dhe të tjerë marrin benefite. Duhen pra njerëz të virtytshëm që besojnë dhe i shkojnë deri në fund me këmbgulje. A ka të tillë? Sigurisht që po. Por ata janë lënë hije dhe askush nuk mban përgjegjësi. Thonë se politika është biznesi më fitimprurës, prandaj pyetja ime sot është, a ka opozitar që bëjnë biznes me qeverinë pas kuintave? Por opozita duhet ketë moral. Moral do të thotë të mos bësh biznes me qeverinë, por të bësh pak me qytetarin. Të flasësh të vërtetën sepse e vërteta do na çliroj. Të mos i servilosemi të pasurve dhe kur flasim me të varfrit, të mos i shkojmë atyre me Range Rover apo Dolce Gabbana. Jo, nuk po flas si populist, sepse nuk jam një tillë. Na kanë qelbur pseudo të rinjt në politik me fjalë boshe, ju doli tymi dhe atyre. Po flas për kauza, për moral, për seriozitet. Politika është instrumenti që i ndryshon gjërat. Të mos e përdorim pra politikën për të mbaruar punët tona dhe të fisit, por si një armë që të rrëzojmë kundërshtarin dhe të qeverisim më mirë për të ndryshuar Shqipërinë. Shqiptarët po ikin nga sytë këmbët, se mendojnë se jemi bashk pozit dhe opozit, dhe kjo nuk është karameli e radhës, por një ide e ngulitur thellë në mendje. Nëse vazhdojmë kështu, nuk do të mbetemi më shumë se 1 milion banor. Prandaj duhet ndryshim, dhe jo ndryshim si slogani i radhës, por si një beslidhje me qytetarët dhe kundër kulisave.